janë dëmët që lan pas vërshimet e janarit. Në këtë formë pësuan banorët e fshatit të Malishevës nga rreshtet e fundit atmosferike. E për vlerësimin e këtyre dëmëve, aplikime deri të mërkurën po presin në komunën e Malishevës. Kjo me që nga dita e enjte, Komisioni Komunal të dalë në teren për vlerësimet e dëmëve. E numri i qytetarëve që aplikuan deri më tani ka shkuar në 230. Dëmët shumë të mëdha janë në infrastrukturë, në rrugë, në ura dhe digat në liçenin e Mirush. Po pastaj janë edhe dëmet në ekonomitë familjare, gjithashtu edhe në biznese, por pas infrastrukturës vijnë ekonomitë familjare, pasi deri më tani kërkesë për vlerësim të dëmeve kanë bërë 230 qytetarë deri me ditën e sotme. Sipas paqarisit, komuna nuk posedon fonde emergjente. Për këtë syt i kanë nga niveli qendror. Ne presim që fillimisht të reagojë qeveria për kompenzim. Është fjala sepse duhet jemi të qartë para opinionit publik që komunat nuk kanë fonde emergjente. Fonde emergjente ka vetëm niveli qendror dhe komunat nuk kanë. Dhe kjo është një problematikë në vete që ndoshta duhet të diskutohet në të ardhmen, po për momentin, domethënë komuna pret nga qeveria të reagojë dhe më pas të shikojmë pasaj edhe komuna çfarë mund të bëjë. Ndërsa në komunën e Mitrovicës afati aplikimit do të mbetet i hapur deri me 26 janar. Aktualisht jemi në fazën e vlerësimit të dëmeve, domethënë komisioni janë duke përcjell gjitha shtëpitë të cilat kanë pësuar nga vërshimet. Njëkohësisht është edhe, si më thon, afati i hapur për aplikim për gjithë ata që kanë pësu dëmtime. Numri duket të jetë më i madh se sa kemi mujtë ne me evidentuesit të prekur. Pos këtyre dy komunave, aplikimi për dëme mbetet i hapur edhe në komunën e Drenasit, Rahovecit, Vushtrisë, Klinës dhe Suharekës.